Palët janë shumë afër marrëveshjes edhe për çështjet e fundit që janë ende të hapura rreth strukturës dhe organizimit të prokurorit special. Alsat më mëson ekskluzivisht se marrëveshja rreth prokurorëve në prokurorinë speciale mund të arrihet që sot. LSDM-ja kërkon që prokuroria speciale të përbëhet prej 12 prokurorëve dhe kryeprokurorit special. BDI propozon që përveç prokurorit special të ketë edhe 8 prokurorë të tjerë, prej të cilëve 3 shqiptar, ndërsa VMRO DPMN-ja vazhdon të rezistojë rreth çështjes së prokurorëve, duke konsideruar se një gjë e tillë nuk e përmban marrëveshje e përgjinjos. Megjithatë, burime nga bisedimet shprehin optimist se gjatë ditës mund të arrihet kompromis rreth numrit të prokurorëve plotësues. Në një rast të tillë, propozim ndryshimet ligjore do të dorëzoheshin në kuvent që ditën e nesërme. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vend Ivo Orav u shpreh optimist për arritjen e marrëveshjes në orët e ardhshme, ose më së voni ditëve në vijim. Ai tha se nuk ka plan B dhe se prokurori duhet dojemos të fillojë me punë më 16 shtator. Mbeten edhe disa çështje dhe shpresoj që nëse jo në disa orët e ardhshme, atëherë në disa ditët e ardhshme këtë çështje do të zgjidhen në mënyrë konstruktive dhe me interes të vendit. Kështu që më 15 shtator do të arrihet marrëveshje, ndërsa më 16 shtator prokurori i ri special do të fillojë me punë. Pas zgjidhjes së çështjes së prokurorëve në kuadër të prokurorisë speciale, palët do të shfrytëzojnë ditët në vijim për të diskutuar rreth emrit të kryeprokurorit special dhe të prokurorëve që do të zgjidheshin. Pritet që deri më 15 shtator edhe emrat të dorëzohen dhe votohen në kuvent. Deri tani partitë nuk spekulojnë asnjë emër për kandidat të mundshëm për postin e kryeprokurorit special. Nëse nuk ka kompromis mes partive, nuk përjashtohet mundësia që propozimet të vinë nga faktori ndërkombëtar.